Unë jam Arben Prenjasi, presidenti i kompanisë ARB Security. Jam një ish oficer policie, i cili ka punuar në strukturat e policisë së shtetit për një kohë shumë të gjatë, fillimisht në forca speciale dhe më vonë kam qenë drejtori i policisë rendit për gjithë Shqipërinë. Mbasi jam larguar nga strukturat e policisë, mendova që eksperiencën e fituar në profesionin tim ta ushtroja në aktivitet privat. Në tetor të vitit 2007, lindi dëshira dhe ideja për të krijuar kompaninë private dhe nga i vit, ARB-ja është një kompani funksionale e cila operon në tregun e sigurisë shqiptare. Kënaqësia ime është që vit pas viti, kjo kompani ka patur një rritje të qëndrueshme, duke u bërë prezent në tregun shqiptar gjithnjë dhe më dukshme dhe duke zënë një pozicion dominues. Aktualisht që ne po flasim, ARB Security është një nga kompanitë lider në tregun e sigurisë në Shqipëri, duke ofruar tregut shqiptar profesionalizëm, garanci dhe siguri. Aktualisht kemi një shtrirje të qëndrueshme pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë, duke filluar nga veriu i saj në Shkodër deri në jug në Sarandë. Kemi shumë partner strategjik, të cilët na kanë besuar dhe ne ju ofrojmë shërbimin e sigurisë. Deri në vitin 1990, si në të gjithë vendet komuniste, në Shqipëri sistemi i sigurisë ishte i përqendruar në duart e shtetit. Mbas vitit 1990 ndryshoi çdo gjë. Në vitin 1993 ka dalë një ligj organik i cili specifikonte që objektet shtetërore dhe private mund të ruheshin nga kompani private. Ky është edhe viti ku startuan kompanitë e para, të cilat morën licencë për të ruajtur dhe siguruar objektet shtetërore dhe private. Kuptohet që ishte një sfidë e madhe, pasi në radhë të parë ndryshoi mënyra e ruajtjes së sigurisë së objekteve, ndryshoi mentaliteti dhe mënyra e organizimit për të ruajtur dhe siguruar këto objekte. Nga viti 1993 deri sot që ne po flasim në vitin 2026, industria e sigurisë në Shqipëri ka evoluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Janë krijuar me dhjetra kompani të cilat japin kontributin e tyre në fushën e ruajtjes së sigurisë, duke marrë përsipër përgjegjësi të larta profesionale dhe ligjore për të ruajtur dhe siguruar objekte të rëndësishme shtetërore dhe private, siç janë objektet industriale, hidrocentralet, përfaqësitë e huaja diplomatike, bankat apo objekte të tjera të rëndësishme. Midis tyre kompanive të cilat kanë dhënë kontribut në këtë kontekst është dhe kompania ARB Security, e cila ka marrë përsipër me krijimin e saj në vitin 2007, ka marrë përsipër që të jap kontributin e saj profesional për të ruajtur dhe siguruar objekte strategjike në Shqipëri. Që në fillimet e aktivitetit të saj, kompania ARB Security ka pas ambicie për të plotësuar standardet e larta profesionale dhe ligjore për të përmbushur kërkesat që kishte tregu i sigurisë në Shqipëri, megjithëse ky është një treg shumë i vogël, por njëkohësisht për të përmbushur dhe kërkesat e klientëve, të cilët ishin jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Gjatë ushtrimit të aktivitetit na u desh që ne të bashkëpunonim me kompani shqiptare dhe të huaja, të cilat vazhdimisht kërkonin rritjen e standardit profesional dhe plotësimin e kërkesave sa më të larta, sidomos në respektimin e drejtave themelore të punonjësve. Nxitja u mor nga ambicet që ne kishim si kompani, por njëkohësisht dhe nga bashkëpunimi që patëm me klient, siç ishte rasti dhe i ambasadës zviceriane, të cilët na kërkuan që të plotësonim standardet dhe të aderonim në ICOCA. Pasi morëm kontaktet e para me ICOCA-n, ne aty pam se mund të kishim përmirësime të vazhdueshme dhe të plotësonim nevojat e klientëve tanë, të cilët sapo vinin dhe po shtoheshin klientëve tanë shqiptar dhe të huaj. Aderimi në ICOCA na bëri të mundur që ne si kompani të rishikonin të gjithë standardet dhe t'i plotësonim ato në maksimum, duke i afruar tregut shqiptar, por dhe njëkohësisht tregut të huaj. Për të arritur sukseset në aktivitetin që ne kemi si kompani, ne jemi bazuar në dy faktorë, dy element kryesor, të cilët janë burimet njerëzore që ka kompania, që ne i trajtojmë me shumë kujdes, duke vlerësuar tek ta profesionalizmin dhe duke investuar te kjo pjesë tek burimet njerëzore. Por një nga mbështetjet kryesore dhe çelësi i suksesit ka qenë bashkëpunimi në të gjitha ato zona që ne kemi ushtruar aktivitetin me komunitetin lokal. Duke nisur nga eksperienca profesionale që ne kemi patur gjatë ushtrimit të aktivitetit kur kemi qenë në shtet, por njëkohësisht dhe nga eksperienca që kemi përfituar si kompani, kemi bërë të mundur që bashkëpunimi me komunitetin na ka zgjidhur jashtëzakonisht probleme të ndryshme të cilat kanë lindur si rezultat i zhvillimit të aktivitetit të biznesit në territore të caktuara. Ky ka qenë çelësi
i suksesit, pasi e kemi parë sigurinë jo vetëm si vendosje të një elementi të një punonjësi sigurie në objekt, duke e përforcuar atë dhe me elemente të tjerë shtesë siç janë teknologjia, duke e shkrirë bashkëpunimin me pjesën lokale, kryesisht duke përzgjedhur punonjësit nga zonat në të cilët ne kemi operuar, por njëkohësisht duke operuar jo vetëm me punonjësit, por duke bashkëpunuar dhe me njësitë administrative lokale, duke bashkëpunuar me policinë lokale, dhe kjo na ka bërë të mundur që ne të zgjidhim të gjitha situatat dhe problemet që ne kemi patur për gjatë gjithë këtyre viteve. Antarësimi i ARB Security në AICOCA nuk ka qenë thjesht një formalitet. Antarësimi jonë në AICOCA ka bërë të mundur që ne të rrisim dhe të përmirësojmë standardet tona për plotësimin e kërkesave në rritje të klientit, sidomos për trajtimin e punonjësve, për të drejtat, për të respektimin e të drejtave dhe lirive të tyre. Antarësimi në AICOCA na ka bërë të mundur që nëpërmjet plotësimit të standardeve ne t'i ofrojmë klientëve shqiptar dhe të huaj një cilësi shërbimi shumë më të lartë dhe cilësore. Antarësimi të AICOCA, me plot gojë mund ta them, ka qenë një shkollë për ARB Security dhe për ekipin e saj, dhe ka bërë të mundur që nëpërmjet plotësimit të kërkesave ne të kemi përmirësim të vazhdueshëm në cilësinë e shërbimit.